Për me mbjetua fjalla për me kalu mujin, të shmi pas 10.000 franga. Sa pare kështë mujt me jetu për shambull në Kosovë? Në Kosovë pak ma në ishe. Ma mirë i marrë 1.000 euro që të rogë, edhe bindu Arjanice, për që të me 1.000 euro, mund është dhe me shparit në Kosovë. A të ka shku në Hermenja Zuzan më ardhë në Kosovë me jetu krejt, më këthi në Kosovë? Gjithmonë më ka shku me një marrë në Kosovë. Une, 27 vjetë i këmë bënë në Zvicër. Shpirtnisht gjithë jam konë këto. Edhe nuk menoj më plakë në Zvicër. Nuk menoj? Jo. Super. Kam qef, dhe më thonë, qëllimet e mija janë kuptohet që tash fëmija me një moshë që për momentin nuk muj milion hala vetë. Po shumë shpejt do të kthejem edhe une. Pas kam ju këthy bili më moshë tishtet. Po. Pas kemi marrë në Kosovë ma në fond. Taman, që të rekruton vjeva këty më martu t'i kthejesh? Jo. Ja në më priqë mu pas kemi vetë pa martu. Po t'ja po të kthejna shpejt. Po shpejt, po nuk më thonë që kthejna mi një herë mas një viti ose 2, po... Jo, në dhe një veta 2 është ty, një arfejo në bashkjetoj, si parsene. Më po më interesan edhe me sa pare jetohet mirë në Zvicër, të pas rasysh e Zvicra është tepër e shtrejt. Me sa pare? Po, se për shembull liberalizimi vizave boneve për na bje më shkollë, për një me për shkojnë bëhe kishëm shpesh për shohin tash. Që më rezot, që po liberalizimi viza. Edhe e kanë po edhe këta këtu për shembull se çfarë jeta është atje. Se, dhe më thonë, neve nga ka dalë kjo pjesa që grupeqartë kanë pare, hëtë se këta kanë. Kuptohet se gjdo arriti dhe më thonë bëhat atje me punë, me mund, pa punu atje s'kish ka lypë me nejtë në Zvicër. Edhe me thonë drejten, pa i pas 2 rroga të mira, është probleme mbjetu me një rrogë në Zvicër. Një shifër për afërsisht? Për afërsisht një shifër, për me mbjetua fjalla për me kalu mujin, të shmi pas 10.000 franga. Po. Amo mes me mujt me shparit, as një. E qysha deni me... Nëse ki familje, ki fëmijë, ta shumë për foli për shambull për familjen teme, dhe më thonë, për 4 fëmijë, pa i pas 2 rroga, atje në është problem me mbjetu, se edhe atje ta shte, dhe më thonë, edhe çmimet janë rritë, sikur qirat, sikur sigurimet, sikur... Më thonë, ti ki me llogarit një rrogë komplet, mesatare, që mirët në Zvicër 5.000-6.000 franga, dhe më thonë, aja shkon komplet në qika. Po. Ta në është pjesa tjetë është ka tjesin është dhe një 3-4.000 për me kalu mujin, gjanat që të vinë për diqme për shambull. Në Kosovë, a me hënan me sa pare kështë mujt me jetu për shambull në Kosovë? Në Kosovë pak ma në ishe. Ma mirë i marrë 1.000 euro që të rogë, edhe bindu Arjanice, për që të me 1.000 euro, mund është dhe me shparit në Kosovë, dhe me thonë. Në fund, se, qesh, logjika e njeriu, dhe me thonë, gjithë më shkon nga joja 10.000 franga marrin, shemë për marrë si shifër tash, për shemë, i marrin 10.000 franga rogës, se ku ta dione, wow. Ka dalë se për që në 10.000 franga, kime pagu për makinë i banes, dhe më thonë, ma e lirat me qëra, është me 2 dhoma se 3 dhoma, së në gjonë banes në 2.800-3.000 franga në Zvicër ma. Më thonë, veç banesa, ku është sigurimi shëndetësor, ku është rrima, ku është uji, ku janë, dhe më thonë, telefonat, në fundit, ato 10.000 franga kështë 6-7.000 ta merë ty Zvicra me një herë, dhe më thonë, me 25 ta qetë rogën, pe 25 dhe me 30 kia fat ja pagu, po nuk ja pagu të shkoven pa mbarus. Kurse këtu, për shembull, shumica i kanë edhe shtëpiat e veta, kuptohet edhe këtu ka shpenzime, edhe këtu është rritu jeta, dhe më thonë, po me një rrogë të mire, ja dalin shumë mirë, bile mundën edhe. Mos në kohi që këtu s'ka punë, s'ka pare, se kush dënë me po nuk ka punë, e ka pare edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. Edhe punon, edhe fiton, po edhe jetën e shijon këtu ma shumë. Edhe i shpitonë në fond. Edhe i shpitonë në fond, po. Edhe këta për në nënvlerësojnë pak. Për në nënvlerësojnë. Çka më në përshta që ja ka nisë me dalë tepër shumë jashtë, dhe më thonë shumica e kosovarëve, po e thëmë kështu, ja ka nësy Gjermanisë, Zvicrës. Jam shumë e bindur, që tash me fol, kur të flasmi na para 20-30 vite ose nështë edhe më shumë, 40 vite, o kanë këtë ndryshë, edhe atjo kanë jeta pak ma ndryshë, pak ma e lirë, dhe më thonë, vresha ka dalë një antar i familjes, edhe nuk ka që janë kanë këtë komplet familja jashtë, për shembull. Janë kanë shumica pjesa e burrave që kanë dalë jashtë dhe kanë marrë familjen në Kosovë, edhe
kanë mujt me bë më shumë, kanë mujt me investu më shumë Kosovës, kanë mujt me bë parë më shumë. Kurse sot është shumë problem në Zvicër. Qysh ka nis me dal, besoj që shumë shpejt kanë më kthy. Kanë më kthy krejt. Po, valla. Kanë marrë dapet me vazhdu jetën në Kosovë. Nuk ka shtën qashtu qysh po nisën ata me atë mendimin që atje për shembull ka parë dhe ka punë dhe ka punë, shumë e vërtet, edhe ka parë, po veç edhe jeta është që shtrejtë sonja del, domethënë ti më shumë që tu shparit në Kosovë me një rrugë mesatare se sa atje. Ato kanë më binë se cili edhe vetë, domethënë.